Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke komentuar situatën e krijuar dje në Kuvend gjatë seancës për pyetje deputetësh, akuzoi kryeministrin Hristijan Mickoski se i u shmang pyetjeve parlamentare, sepse nuk ka përgjigje. Gjatë brifingut të sotëm me gazetarët, ai tha se dje në Kuvend u zhvillua një blokade orkestruar me manovra që u pamundësoi deputetëve të opozitës të parashtrojnë pyetjet e planifikuara parlamentare. Në vend që t'u përgjigje pyetjeve të opozitës, pam një blokadë orkestruar. Vesna Bendevska e inskenoi problemin. Një pauzë, pas edhe një tjetër, është e qartë se nuk kam përgjigje për pyetjet që ne parashtrojmë. Fakt është se rregulloria e Kuvendit u shkel. Një deputete nuk kishte marrë përgjigje brenda afatit për 20 ditësh, prandaj vendosi ta bllokoj foltoren për ta marrë përgjigjen dhe ajo e mori atë. Kërkesa e saj ishte logjike dhe ajo i shfrytëzoi mekanizmat që kishte në dispozicion. Pas kësaj, deputetja mori përgjigje me shkrim, ndërsa më pas Vesna Bendevska ndërhyri dhe inskenoi problemin. Ai theksoi se kjo është vetëm një tjetër dëshmi e mosrespektimit të vazhdueshëm të Kuvendit dhe rolit të tij kushtetues. Sipas tij, dëmin më të madh nga një sjellje e tillë nuk e pëson opozita, por qytetarët, të cilët mbeten pa përgjigje për pyetjet që përfaqësuesit e tyre të zgjedhur parashtrojnë në Kuvend. Kujtojmë se dje deputetja Ilire Dauti dhe kryetari i Partisë Lidhja Shqiptare, Ziadin Sela, e bllokuan foltoren e Kuvendit në seancën për pyetje deputetësh për shkak se kryeministri nuk ju kishte përgjigjur pyetjes së deputetes Dauti për ligjin për përfaqësim të drejtë. Këtë pyetje ajo ja kishte parashtruar kryeministrit që në seancën më 26 qershor. Prandaj ajo tha se kryeministri e ka shkelur afatin ligjor prej 20 ditësh për të ju përgjigjur, ndërsa përveç kësaj, ai refuzoi që t'i përgjigjet edhe dje, duke e injoruar dhe duke vazhduar me pyetjen që ja parashtroi lideri i LSDM-s Venko Filipçe.